Njerëzit e fortë nuk ka nevojë të bëjnë zhurmë. Ka njerëz që jetojnë vetëm si murgj emigrant në qytetin e tyre, robër të kapur nga mendimet dhe ndjenjat e tyre që i imposhtin ata, duke kundërshtuar këto përpara tyre, të trishtuar pa kokë duke ecur me kokat e tyre të mbajtura lart, duke treguar gjithmonë veten e tyre më të mirë. Janë ata të përulurit, të pastrit, të plotët e të vërtetës, të cilët i bëjnë dhimbjet e tyre të buzëqeshin dhe ecin përpara. Ata nuk kanë frikë nga shiu, por kërcejnë me të, duke ndjekur ritmin e tij. Nuk mund të mos i keni vëre. Janë ata që nuk flasin shumë, janë të fortë, të heshtur, me sy të qartë dhe një shpirt të bukur, ata që veshin mirëmëngjesin në gojët e tyre dhe u japin atë bujarisht djathtas dhe majtas, thjesht duke pritur një lëkundje të kokës për të vazhduar të tjera. Janë ata që ecin në errësirë me dritat e fikura, sepse e din se diku poshtë ka një dalje rreziku që i pret të shfaqet. Ata që mund të kenë 1000 arsye për të hequr dorë në kthesën e radhës, por gjithmonë e gjejnë një që të vazhdojnë duke e kthyer natën e tyre në ditë. Ata që tërheqin forcën nga fuqia e tyre duke rindërtuar një qytet nga hiri i tij. Ata që e kanë pamjen e syt pak të humbur, indiferent ndaj mendimit të tjerëve dhe besojnë në veten e tyre për herë të pestë. Ata që nuk gërmojnë në brazda prej balte për të gjetur rrugën e tyre, por e gdhendin vetë duke bërë gabime dhe fillojnë përsëri nga e para. Janë ata që luftojnë me sëmundjet, vdekjet, tradhtitë dhe mundësitë që humbasin dhe janë akoma gjallë, duke i dhënë jetës përsëri frymën që i duhet që ata të vazhdojnë sërish. Kështu që nëse i takoni diku më poshtë, mos i lini, jepuni dorën dhe mbajini, ata patjetër kanë diçka për t'ju thënë, më shumë nga sa keni kuptuar tashmë.